الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Libri Allahu subhanahu wa taala, Kurani fisnik, është përplot tregime, porosi dhe udhëzime. Një pjesë e madhe e Kuranit, librit Allahu subhanahu wa taala, është e mbushur me tregime dhe ngjarjet e popujve që kanë qenë para nesh. Dhe gjitha këto Allahu subhanahu wa taala na I ka treguar në librin e tij në mënyrë që ne të marrim mësim. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud." Atë ka arritur ty lajmi I ushtrive, pra cilat ishin bërë bashkë për ta luftuar fenë Allahu subhanahu wa taala, pejgambert e Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu duke sjell një shembull për këtyre ushtrive, thot Fir'auna wa Thamud, faraonit dhe fisit të Thamudit. Pra atë ka ardhur ty lajmi I tyre se si ata u bën bashkë kundër mesazhit Allahu subhanahu wa taala, se si ata u treguan arrogant dhe përgënjeshtrues të profetëve të Allahu subhanahu wa taala, se si ata përdorën çdo metodë që t'i largojnë njerëzit nga feja Allahu subhanahu wa taala, përdorën dhunë, përdorën tortura ndryshme. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala ishte në prit, edhe pse ata u munduan që t'i largonin njerëz nga feja Allahu subhanahu wa taala, rezultati ishte e kundërta. Allahu subhanahu wa taala I mori si shembull vetëm faraonin dhe popullin e Thamudit, nga që këta dy popull paraqesin shembullin më të keq të përgënjeshtrimit të profetëve të Allahu subhanahu wa taala dhe të luftimit të fesë së tij subhanahu wa taala. Dhe e gjithë kjo neve si musliman na jep mësim se patjetër do të sprovohemi. Patjetër thirrja jon drejt Allahu subhanahu wa taala do të hasë në pengesa të mëdha. Na jep mësim se njerëzit e mirë përgjatë brezave, përgjatë historisë janë përballur me lëndime, shqetësime, janë përballur me sakrifica të shumta, në mënyrë që ata ta kumtojnë fenë Allahu subhanahu wa taala. Kjo na jep mësim se njerëzit e të kotës vazhdimisht përdorin kurtha, vazhdimisht përdorin çdo gjë që kanë në mundësinë e tyre për ta luftuar fenë Allahu subhanahu wa taala dhe për t'i larguar njerëzit nga feja e tij. Mirë po, megjithë këtë, Kurani mbjell optimizëm në zemrën e besimtarit, duke treguar se si Allahu subhanahu wa taala I ka shpartalluar gjitha këto grupe, gjitha këto ushtri, dhe I ka thyer ata, dhe e ka shfaq dhe e ka ndihmu ushtrinë e tij dhe robërit e tij të mirëfillt besimtar. Si thot Allahu subhanahu wa taala në fund të kësaj sureje, duke e mbjell optimizmin në zemrat e besimtarëve dhe duke larguar frikën nga ata dhe duke I ngushëlluar ata, wallahu min waraihim muhit, sepse Allahu I ka ata në kontroll. Allahu është mbrapa atyre dhe I ka rrethuar ata. Pra askush nuk mund t'i ikë Allahu subhanahu wa taala. Askush nuk mund t'i shpëtojë dënimit Allahu subhanahu wa taala. Në këtë sure gjithashtu Allahu subhanahu wa taala I kundërpërgjigjet për gënjeshtrimet që jo besimtarët ja bëjnë Kur'anit dhe fesë së tij. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Bal huwa Qur'anun Majid", po thot Allahu përkundrazi ai është një Kur'an I lavdishëm. Dietarët kanë thënë se është I lavdishëm dhe është I lartë e I lartësuar, sepse është fjala Allahu subhanahu wa taala, e cila ka arritur skajin e bukurisë, madhështisë dhe lavdisë. Andaj edhe ne si besimtarë, nëse I përmbahemi këtij Kur'ani, I cili është I lavdishëm e I madhërisëm, do të na ngritë Allahu subhanahu wa taala në jetën e kësaj bote. Do të na jap Allahu pozitë, autoritet dhe pushtet në jetën e kësaj bote. Andaj ne si besimtarë, kur I dëgjojmë këto tregime dhe ngjarje që Allahu subhanahu wa taala I ka përmendur në Kur'an, duhet t'i kuptojmë mirë, duhet të përfitojmë prej tyre. Sepse siç tham, Allahu subhanahu wa taala nuk I ka sjell kot në librin e tij, mirë po I ka sjell që ne të marrim mësim. Çdo paralajmërim, çdo kërcënim që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an, ne do të ndalim aty dhe të përfitojmë prej tij dhe mësimeve të tij. Po siç thot Allahu në surën Yusuf: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Padyshim se në tregimet e tyre, tregimet e profetëve me popujt e tyre, kishte mësim për ata që kanë mendje të shëndoshë. Allahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.